Kanali për vaditje ekziston, por sipas bujqve të disa fshatrave të Pollogut, kanali i ri ka devijuar rrjedhën tradicionale, e si pasojë uji nuk mund të ngjitet lart, pasi niveli i kanalit është rreth 2 metra nën tokën që duhet të ujitet. Сега се наоѓаме на каналот. Од ке памтим ја, дедо мој, татко мој, прадедо, ваделе на ова браза. Дали е долично у 21 век со вакво инженерство да прави систем 2 метра у земја, да не може да га качиш водата. Привремен канал моментално ни отвора некој си таму канал, што тој моментот може да се затвори утре и задутре. 80% полето на Седларце, Брвеница, Речица, Палчиште, Камејнане останува без вода. Kështu në shenjë protesta, ata blokuan punimet në ndërtimin e korridorit 8 në një pjesë të Bogovinës dhe kërkojnë nga Ministria e Bujqësisë dhe Drejtoria e Ekonomisë së Ujrave që të vinë dhe të zgjidhin problemin. Ne duam ujë për vaditje. Kam vënë një pumpë, këto një pumpë mund të ujte një njeri për të ditën. A kurse ne jemi për momentin sot do të ujtim mbaj 20 veta. Me këtë ujë ne do të tanë verën trajnën të kjo vaj edhe zgjidhje nuk ka. Kërkesa jonë ujtit në lishohet për momentin me sasit njaftueshme, jo me pumpë, po të lishohet si ka qenë para ndërtimit të kanalit ri. Dvaje ta qele gollën ku ka kam 50 vjet. Ma katet në atë shkatet të këti qe. Se shumë më eri kemi kalza. Këta u ka kam vendi, po e ka ndryshau, e ka qu 200 metrit të qe, ka e prapat. Na maltretuoje si bujk. Arat në i murën, talën me njënjet e tona, e në mrapa kërkuan. Këta u ketë kemë pagu. Kur në i ka shkrau në arat e huja gjyshen unë. Por gjithë natën duhet gollat qilet. Bëj 500 qilet tokë do të ujtë të poshtë. Me Kolomboqe, ka një. Kjo për momentin është për sot. Unë u thash këtine, aje qilim ne e thim. Se unë që këtë këm prejt. Pi pranvere kemi dhonë 1000 euro. E në të vaj ujti këta është, hipën ujti, a i ka shku ka bë kanal 200 metra lartë. Директорът от водостопанството на Тетово е запознат за това. Съм му кажал я дека 7 дупки треба да 7 бразди дека са. У време на вадење ги нема нигде. А луѓе има мука. Треба се вади, а не е проблем ова. Проблем у еден ден 3 дупки да се направи. 3 вентиле, 3 да се направи, пола сат. Televizioni 21 kontaktoi me drejtorinë për menaxhimin e ujrave, nga ku premtuan se në bashkëpunim me Bechtel dhe Enkën, brenda pak ditësh do të zgjidhin problemin e bujqve. Për këtë problem të hënën pritet të mbahet edhe një mbledhje në Ministrinë e Bujqësisë.